A duhet ta lajmë djathin përpara se ta konsumojmë? Një grup i vogël i ekspertëve të shëndetit po rekomandoi njerëzve që të lajnë djathin e grirë për të hequr aditivët potencialisht të dëmshëm. Videot që tregojnë mbetje të verdha të errëta të mbetjeve pas shpëlarjes së djathit kanë mbledhur qindra mijëra shikime në mediat sociale, duke nxitur diskutimin e nxehtë mbi këtë praktikë. Një video e shpërndarë tregoi një shpëlarje të djathit që mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë. Ekspertët sugjerojnë vazhdimisht shpërlarjen e djathit. Sipas Eating Well, ju përpara se ta bëni djathin pjesë të recetave tuaja ditore, është mirë që ta shpërlani atë për të evituar gjithashtu edhe mbetjet e sasive të larta të kripës që mund t'i ketë ai. Në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të merrni përfitime dhe të parandaloni edhe komplikacionet që mund të shkaktojë sasia e natriumit të tepërt në organizëm.